Salmonella, një nga bakteret e kudondodhura, është lehtësisht i transmetueshëm tek njerëzit për shkak se jo gjithmonë temperatura e ngordhjes së tij, ajo 70 gradë, arrihet. Sipas mikrobiologut klinik Andi Koraqi, përpunimi i mishit duhet të jetë i thellë dhe jo në sipërfaqe. 70 gradë që duhet të jetë në brendësi të asaj mishit ose të pulës apo diun çfarë, duhet të arrijë 70 gradë. Më të rrezikuar nga ky produkt janë fast foodet, të cilat nuk e arrin siç duhet këtë proces përpunimi dhe mund të çojnë deri në epidemi. Ato mbulohen me vezë, me miell, me nuk e di çfarë. Kështu që temperatura që arrin në brendësi të mishit është shumë e vogël. Rreziku në këto ushqime, domethënë ushqimet në fast food, është popullsia e madhe që e konsumon ato. Kështu që shumë kollaj mund të kaqtohet një epidemi, domethënë salmonelloze. Mikrobiologu thekson se rreziku vjen edhe nga konsumi i mishit të gjedhve dhe shpendve, pasi ato rriten me antibiotik, të cilat nuk zhduken edhe nëse gatuhen. Antibiotikët, duke qenë kimikate, nuk është se eliminohen me nxehtësi apo me një gjë tjetër. Domethënë, janë gjithmonë të pranishme në atë individin që i ka konsumuar. Individi që smuret nga këto shtame multirezistente mund shkojnë në fatalitet. Profesor Koraqi shprehet skeptik për sigurinë ushqimore. Institucionet që kanë për detyrë ta kontrollojnë këtë gjë. Unë nuk e kuptoj pse e japin përgjigjen masi ky produkt, domethënë, ka dalë në treg. Siguria për mendimin tim është zero. Është shumë e vogël, s'ka siguri fare.